Është një përgjegjësi e madhe për ne, sepse, siç e kemi thënë edhe në takime të tjera, njeriu ka përgjegjësi për veten e tij, për atë që kryen, përgjegjësi ndaj tjerëve atyre të zgjedhin dhe një mision. Sakrificat janë të mëdha, disa që nga viti 91 e disa më vonë, për arsye që diskutuam dhe pak më përpara të moshës, sepse jo të gjithë do lindin në një kohë, por ne këto duhet t'i përkthejmë në vlera të shtuara për të ardhmen. Ne nuk do rrim gjithmonë duke u ankuar, se na ka ndodhur kjo, na ka ndodhur ajo dhe nuk dalim dot në qendër apo diku, sepse faktikisht ne që jemi këtu sot, nuk kemi kusure për të shkuar, edhe pse moralisht ne majmë përgjegjësi para popullit. Absolutisht ne, sepse zgjedhja po afrojmë, por misioni i një partie politike çfarë është? Është që ne të hedhim ide, t'i koncentrojmë ato, t'i grupojmë ato dhe më pas të paraqisim një program të mirëfillt zhvillimor, tërësor për zonën, edhe ata që kanë ikur, që kanë akumuluar para të vinë dhe t'i investojnë në vendin e tyre, në pronat e të parëve tyre. Të trekëndshi i Bermudës, në bashkëpunim dhe aleanca të fshehta me njëri tjetrin, arritën që të pengojnë rotacionin dhe t'i japin liri dhe hapësirë vetes tyre për të ligjëruar pasurinë e vjedhur. Ne po ta shikojmë me vëmendje sot, nuk ka më të diskutosh të majtë të djathtë, por unë mendoj që sot do të jetë aleanca me Spakun kundër hajdutëve dhe pjesa represive që e ka çuar këtë vend këtu ku jemi. Por kjo i mbetet qendrës për të reflektuar, për të guxuar, sepse është mirë që ne të marrim hapa dhe të bëjmë atë që duhet në kohën e duhur. Më mirë të guxojmë sot se sa na anatemojnë brezat e ardhshëm. Se sa ata thonë të parët tanë që në frikacavë dhe nuk bën atë që duhet në momentin e duhur. Kur merren vendime, kur merren hapa të caktuara në raport me atë të tërën që je dhe për qytetarët, kuptohet që ka edhe gabime brenda. Por më mirë ne t'i hedhim hapat dhe t'i korrigjojmë gabimet se sa mos reagojmë fare. Unë do të hedh disa ide, pastaj do kalojmë në diskutime. Faleminderit.